Ky emision përmban vendosje të produkteve. Miq të nderuar, përshëndetje. Jeni edhe me një të diel, jeni me Gjeraldinën si zakonisht. Dhe sot kemi ftuar një mysafir special, një mysafir të veçantë, një mysafir që zakonisht rrin netëve pa gjumë, shkruan, dhe natyrisht që vazhdon ende të shkruaj për shkak se shumë këngëtar kërkojnë tekstet e tija. Është njëri ndër tekst shkruesit më produktiv dhe më të mirë shqiptar. Nuk është nga Kosova, është nga Maqedonia, por ndjehet shumë kosovar dhe ndjehet si në shtëpi të vet kur vjen në Prishtinë. Sot na ka ardhur pak i mamurshëm se ka nejt deri ka 5 e mëngjesit me Sinan Vllasaliu ty bo qef. Gjeri, faleminderit. Po me gjithatë ka ardhur për ju, miq të nderuar. Mirë se erdhe Avni Qahili. Mirë se u gjeta në shtëpinë time të vjetër. Unë jam besnik dhe romantik i miqve dhe bashkëpunëtorëve. Sado që zhvillohet teknologjia, pjesa mediatike televizive, unë kam rjetin tim ndër vite dhe nuk e ndroj asnjëherë. Ma mirë se në shtëpi të vjetër s'ka ku. Absolutisht, ma mirë se në shtëpi të vjetër nuk s'ka ku, po mirë është ka një radin kështu. Mirë me shiu, po me pika një kohë. Me shku pak dhe i Maldive. Po pak edhe mu këthy prapë. Edhe mu këthy prapë. Sidomos në që i thojnë në gjirin familjar, jo, po në gjirin e miqve të vjetër, është mirë gjithmonë të kthehemi. Që ta kuptoni më mirë se kush është Avni Qahili, ta ndjekim dokumentarin e përgatitur nga Ben Apolloni. Avni Qahili është një figurë që ka shënuar thellë jetën mediale dhe muzikore shqiptare në Maqedoni dhe më gjerë. Është gazetar, autor tekstesh, producent dhe moderator me përvojë mbi 30 vjeçare në skenën e televizionit dhe muzikës. Që nga fillimi i viteve 90, Avni është pjesë e radio-televizionit të Maqedonisë, ku ka krijuar dhe moderuar mira emisione kulturore e artistike që kanë mbajtur audiencën para ekranit. Profesionalizmi dhe pasioni i tij për komunikimin me publikun i kanë sjellë disa herë çmimin gazetar i vitit, duke u bërë një nga figurat më të respektuara të medias shqiptare në rajon. Por Avni Qahili nuk është vetëm gazetar, ai është një ndër autorët më produktiv të teksteve të këngëve shqiptare, me afro 5000 këngë të shkruara për emra të njohur të skenës muzikore në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni të Veriut dhe diasporë. Për tekstet e tij është shpërblyer me çmime të shumta, përfshirë edhe çmimin për tekstin më të mirë në festivalin ndërkombëtar Ohridski Trubaduri. Nëpër vite ka qenë pjesë e shumë projekteve të mëdha televizive e muzikore, si Netët e klipit shqiptar, Miss Shqipëria, Miss Globe International, dhe ka përfaqësuar Shqipërinë dhe Maqedoninë në ngjarje si Eurovision dhe Turk Vision Festival, ku ka qenë edhe drejtues i delegacionit shqiptar. I diplomuar në gjuhë dhe letërsi shqipe në Universitetin e Shkupit dhe me master në shkenca humane në UBT, si dhe doktor i shkencave në Universitetin e Bibliotekës dhe Teknologjisë Informacionit në Sofje, Avni Qahili përfaqëson modelin e një intelektuali të kompletuar që bashkon artin, dijen dhe komunikimin publik. Sot, ai mbetet një nga figurat më të njohura dhe më të dashura të medias shqiptare në rajon, një njeri që ka ndërtuar ura midis muzikës, televizionit dhe kulturës, gjithmonë me pasionin për të përcjellë fjalën e bukur dhe emocionin njerëzor. Prandaj, sa herë që bëhet fjalë për gazetari, për televizion, muzikë e tekste këngësh, Avni Qahilin të gjithë e kanë në majët të gjuhës. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Miq të nderuar, e ndoqëm dokumentarin, mirë po tani në vetën e parë. Në vetën e tretë foli Beni. Ky është Avni Qahili, po në vetën e parë, kush është Avni Qahili? Ai që zgjohet në mëngjes e pin kafe. Ai që nuk zgjohet në mëngjes, ai që zgjohet në ora 2 ditës. Ora 2, faktikisht. Edhe kom qejf kafen ta pi me një 5-6 cigare, Gjeri. Pa hangër mëngjes. Pa hangër mëngjes, po. Mos e ndëgjoni, kjo nuk është healthy, po çishtu e bën kë. Jo, paraprakisht, unë ndër vite, kam mbi një 30 vite që konsumoj o një gotë citron të kuq, o një gotë limon, o një gotë fruta, shtrypta ato e kom. Para kafes. Para kafes ato e kom. Para duhanit. Para duhanit, si zgjohem,
unë nuk e ma bonusja ime, e pi ato, shkoj në banjo, vetëm pastroj sytë, edhe ule me pi kafen, edhe nana edhe gruja zgudzojnë me më folë, bas cigares të retë. Guxojnë me të folë. Atëherë guxojnë me folë, ti bëjmë planet e ditës, ku shkojmë, çka shkojmë, telefoni është atje, edhe miqë që më njofin nuk më thrasin, nëse më ka thirrë një mik i imi në orat 19, unë e ditë me çka tek kush. Se e din që nuk bën me të prish ratin. Po, tash, puna e showbizit, po edhe gazetarisë, zakonisht natën krijohet, natën shkruhet, natën takohemi, aq ma ti për mbram që ke një mbramje shumë e madhe, shumë nostalgjike, kish marrë malli për kremin e Shkupit, Sinani këndoj, edhe ajo ka zgjatë deri vonë, po pastaj ne si miq me Sinanin. E vazhduam edhe pak, edhe unë shkova te shtëpia e lava sytë dhe erdha. Për mu je çu ma heret, për mu ke ardhë, për shikuesit e emisionit ton, leqi je çu heret, je tu shirat, je rru, je po djali mirë, i ke pi kafen 9 sati, nuk i ke pi një. Të faleminderit shumë për këtë. Jo në raste të ralla këto, po kur them po. Edhe pse kam bezdi mirë, po të refuzohet gjeri është sikur me bo vetvrasje. Ta zemër. Për ndryshe, miq të nderuar, Avniun e njihni të gjithë, ndoshta personalisht nuk e keni parë, por me tekstet e tia, unë besoj që keni kaluar edhe dasma, keni kaluar edhe hidhrime, keni kaluar dhimbje të dashurisë, keni kaluar gëzime të dashurisë, dhe mund të them që është njëri ndër poetët, të themi kështu, më produktiv të teksteve të këngëve shqipe. Mbi 5.000 tekste, Avni. Ku e merr inspirimin? Inspirimi është gjithandej, inspirimi është përditshmëri, inspirimi e Tigeri në këtë moment. Pak më para fillu mund t'i të recitojmë disa gjërat bukura. Inspirimi janë këto libra, edhe unë shpje kam një bibliotekë që nuk i kam blej, po që i kam bledh një nga një prej shkollë të mesme, ndoshta edhe prej fillori, i kam bledh një nga një, dhe më në fund e ku bo një mini bibliotekë të mirë. Është e leximi, është e dëgjimi këngës, është e përditshmëria jonë, Xheri. Ne jemi një popull që edhe përkundër asaj që Kosova fitoi lirinë, me gjithë mbetet prapë një pjesë e trojeve tona jashtë, aty është dhimbta. Aty është inspirimi, aty është fjala atë që ti nuk mund ta shprehish në para organeve shtetërore, ndoshta më bukur e ke të shprehish me këngë. Rasti fundit, dje sapo lansoi Sabriu një këngë të bukur që e kam kriju në largësia, ku ndër tjera them, për mua s'ka kufi kjo dashuri, unë do të vi atje ku je ti. Wow, sa bukur! Ne jemi një popull që vazhdojmë të vuajmë edhe më tutje, një popull që hapërojmë, sidomos Kosova. Unë jam shumë i lumtur për arritjet e Kosovës, sepse unë jam student Prishtinë dhe di Kosovën e para luftës edhe pas luftës. Ndonjëherë kur dëgjoj biseda të rinjve pa kënaqësie, unë du t'i ka përfyti. Nuk e din ato si ka qenë Kosova, si ka qenë Prishtina, si kanë qenë ato vitet e errta, 90-ta. Për mu dhe gjithë shqiptarët jashtë Kosovës, Kosova sot është qendër e biznesit, është qendër e argëtimit, qendër e pozitivitetit, sepse në Ballkan kanë betë vetëm populli shqiptar i Kosovës dhe ne shqiptarët që jemi të lumtur, që jemi të kënaqur me atë që i kemi. Kështu që inspirimi është gjithandej, Xheri, por vazhdoj të ndjek trendet, vazhdoj të ndjek prurjet e reja dhe aty mundohem bëj krahasime, jo për të ndryshuar. Kjo dhe të bën të ktill që je, për shkak se nuk e ngel në ato suazat e mbyllura, të themi, të shkrimit të teksteve të këngëve, por ashtu si ka evolu kënga, ashtu si ka evolu instrumentali, ashtu ke evolu edhe ti. Dhe natyrisht je i gatshëm ti përgjigjesh edhe kërkesave të këngëtarëve, se këngëtarët ka njerë dinë edhe me ta çorodit, po ti nuk i len me u çorodit. Jo, kur janë kërkesa të arsyeshme, po kur janë të paarsyeshme dhe pa kuptim, atëherë aty ndërpritet bashkëpunimi,
Po mua më gëzon një fakt, një dukuri tjetër tash që po kthehemi. Vitet e 90-ta, 2000 kemi kriju këngë bukura, me tekstet bukura, me tematika të mira, motive të mira. Ishte një periudhë tjetër që fillun tekstet, mos them banale, se është turp nga ana ime, po tekstet më të lehta, më të thjeshta. Ti më don, unë të dua. Unë të du, pa, edhe na s'po dumi. Por e shoh tash kërkesat tjera janë që duam tekst, duam fabull, duam motiv. Duam tregim brenda. Duam tregim brenda, po e gjithë ajo që më ka mbajt mua, unë jam vizitori shpesh i klubeve me gjithë ta djemtë e bukur këtu për rreth që janë të dim të rim vonë, dhe të këndohen disa këngë që i kam shkruar unë, që janë në repertor që ta ndej, ndoshta ajo ka qenë edhe ai frymëzimi im që unë vlej dhe unë mundem dhe do të vazhdoj. Patjetër, nuk e thash që je njëri ndër tekst shkruesit më produktiv, për shkak se kur kënga, kur teksti fillon dhe bëhet popullor, do të thotë dëgjohet prej shumicës së këngëtarëve nëpër klube, nëpër ndeja të ndryshme, atëherë ti e ke kry punën tënde. Ti je dhe do të jesh edhe kur më nuk do të jesh. Shumë e dhemshme. Kjo pak trishtuese, po hajt. Po hajt se pelojmë. Okej, po e lëm këtë gjë, po shkojmë në familjen tënde. Ti ke lind në Shkup. Në Shkup. Si ka qenë fëmijëria jote në Shkup? Pa shumë gjëra, kemi qenë shumë. Unë kam qenë i pesti, shpis. Ka punu vetëm baba. Si 99.9 të familjeve shqiptare andej në lagjen e Gazibabës. Është që aty të bit bazari, ku tregon të gjyshi, Shkupi ka qenë prej të Kalaja, deri që aty të Mohallajon, Shkupi i vjetër, Shkupi shqiptar. Familje lumtur, ne kemi qenë shumë të lumtur kur për Bajram neve na kanë blej një palë rroba, një palë këpuca apo një palë papuçe. Ne kemi qenë të lumtur kur ka fillu viti shkollor, sa atëherë na blenin rroba të reja. Ne kemi qenë të lumtur të luajmë në rrugë, futboll, servis, çelik, sy mbyllur. Ne kemi qenë të lumtur kur jemi la edhe në Vardar. Kishte pishina, i kam thënë dikun tjetër, po nuk ishim mundësinë të shkojmë pishina, ne shkonim në Vardar. Po atëherë ishte edhe lumi ishte i pastër. Por nga ana tjetër, kemi pas prind, ndoshta jo akademik, por prind që kanë ditë vlerën e shkollimit, dhe baba jemi ndjerit është shkollë. Kështu që ne kemi qenë fëmijë shumë, kusheri kemi qenë shumë, kemi pas shumë miq, edhe shtëpia jonë ka qenë një shtëpi e hapur, shokët e vllaut, shoqet e motrës, shokët e atij, ne kemi pas hyrje dalje, këmbim të librave. Këmbim ka qenë koha e artë e librave, e romaneve të ndryshme. Ka qenë një fëmijëri shumë, me një televizor. Fillimisht ku zakonisht baba ka ndëgju lajmet. Po. Me një televizor bardhëzi, kur me zjarita me bleni kohër. Kështu që ato kanë qenë krejt pasuria jonë. Mirë po, kur bëj krahasime me rinin e sotit, unë mendoj që Gjeri ne kemi qenë më socializum, ne kemi qenë më të lumtur, ne kemi ditë shkojmë të shtëpia edhe të grithun, edhe të rafun, edhe të shkym, edhe të lënduar, po. Por ajo na ka bërë shumë të fort, që tash në këtë periudhë, unë, ti, gjenerata tona plus minus, mendoj që jemi të integruar gjithandej në sistem dhe mendoj që kontribojmë në zhvillimin e popullit tonë. Ti e ke kalu fëmirin të këtill si na e përshkrove. Pastaj vjen rinia. Pastaj ndryshojnë hormonet. Kur ndryshojnë hormonet, ndryshon dhe qasja, fillon pena. Kur ka fillu pena të ti? Pena ka fillu shumë herët. Unë kam pas fat ta kem mësueset klasës para Agegjinin. Edhe
Klasës parë. Klasës parë fillore. Në shkollë fillore, Në shkollë ka fillu fillore, pena. Po. Edhe ajo na detyronte, na imësën, na jepte për detyra disa vjersha, edhe ne duhet t'i thonim ato dhe t'mirim pesa për jo. Ti si e vrejtja jetë unë, ta detyrë shtëpi e keta kur t'vishta të ma shkrysh një poezi me 4 vargje. Wow. Edhe unë shkova në shpi, u mundoha, pyt vllaznit, pyt motrat, i bona 4 vargje. Po m'vit në turp. Shkova me shumë frikë, din ti ne si e kemi pas shkollën edhe detyrat e shtëpisë, ku ne dridheshim prej arsimtarëve, ku ne bëheshim edhe të smur, sepse si kemi bërë detyrat, Po më fyti. Edhe unë shkova, edhe direkt tha, avni ke shu vargjet? Po. Ti shof, i lexoj ta shumë bukur. Kur unë tha jo shumë bukur, mu merë shpirti, se e premte e shtunën, kisha frikë, do të dhe, qka jon këto budala lëqe. A të kujtohen vargjet? Se di, i kam thënë të Egla në emision, po. Do të botojmë të te revista Fatosi. E mira jonë atëherë ishte Gjeri, se ishin 2 revista për fëmi, Fatosi dhe Gzimi. Fatosi ishte prej klasës parë deri të 4-tën, Gzimi prej 5 deri në 8. Edhe zakonisht aty botonin nxansat më të mirë, shkollat më të mira. Edhe mua të 4 vargje mu botun, unë mendova, isha vetëm 7 vjetë, po një arritje tepër e madhe, ku këtë shokët e klasës shifshin ty si një big star. Edhe aty fillon ai vullneti, kur dikush të jep vullnet, kur dikush të të bravo, kur dikush të t'je shumë i mirë, ose e kundër, do t'je katastrof, t'je idiot, edhe iku. Edhe praktikisht ti këtë e ke prej mësuses tënde. Epe age gjini. Po, ajo praktikisht e ka vrejt tek ti talentin. Që atëherë. Edhe ka pas qasje shumë pozitive. Kjo është fantastike, po ta kishin edhe mësuesit sot. Sot. Ne jemi prodhim të atyre mësuzve të vjetër, të mirë, që kanë ardhur prej Elbasanit, që kanë ardhur prej Korçës, që kanë ardhur prej Normales, Shkupit, të cilat janë përkushtu të ne 100%, dhe ato kanë pas mision arsimimin. Ne kemi pas shumë aktivitete në shkollë. Kanë funksionu të gjitha grupet, Gjeri. Ne kemi garu edhe në kuadër të ish Jugoslavis kemi marrë vendet e para. Por neve Mentas Sallajbegu i ndjerë, ka qenë arsimtar i fiskulturës, a i mban të klubin e mundjes Liria. Edhe a i shkon të shpi në shpi, të shkojnë ushtrime, ose kujdestari klasës time Adem Hyseni, i matematikës, a i neve na hynë të shpi për flokën a qonë të shkollë. Në për mahal vraponin pas neve, ose për aktivitete. Avnios më ka ardhë në orkester, Avnios ka ardhë në grup letrar. Ata 2 ishin, thash, Gazibaba ka qenë një lagje, kogja e parë fonjët, por që kemi qenë gjithë shqiptarë, por që kemi pas një harmoni, edhe arsimtarët e kanë pas atë drejtën ekskluzive, ma tepër se po prindët tonë, mirë ta ka po, bravo. Edhe mendoj që ne jemi ato generatat e arta që sot flasim me shumë burje, jo për mja lidh nalt, por me shumë krenari flasim për një fëmini edhe për një rini, jo të pasun materialisht, por shumë të pasun në aktivitete. Shumë të pasun në aktivitete. Periuda e fëminis time dhe rinis time ka qenë periudhë shumë e keqe për popullin shqiptar, por neve na kanë bajt aktivitetet në shkollë, në për ansamble, edhe kemi qenë shumë unik. Arsimtarët dhe i kemi pas në dispozicion 24/7, që fatkeqësi sot nuk është. Mirë, sa ka ndiku tash kjo fëmiria dhe rinia në udhëpërshkrimin tënd, në rrugtimin tënd, të themi, tek pena, tek puna mediatike, tek avniu i skenës. Sa ka ndiku kjo? Sigurisht që ka ndiku shumë. Unë me si priqa me med vetë shpia. Vllau jemi madhe, kish një gramofon, edhe ishte bonjemi grupi ABBA, Lomblegat, Deep Purple, edhe na indigjojshim krejt, për kur unë isha vetë, elshojsha gramofonin dhe knojsha. I deshifrojsha, u mundojsha të indigjoj, nuk ti,
vinte prej, ishte pasioni jem më i madh. Ishte pasioni më i madh. Unë gjitha revistat atë botë. Paret e shkollës që u dash keni gjevrek me bleni, se ndi që rusha me bleni do revista do tjera. Vetëm të lexojnë botën e muzikës që ka po ndodhë. Vetëm ti lexoj ato. Edhe pastaj thash vazhdoj klasa e 5 u formu kori, orkestra, grupi recitimit, besimi te unë recitoja, unë këndoja, unë i bia mandolinës. Dhe vazhdoja të shkruaje. Vazhdoja të shkruaja për revistat, poezi. Poezi krejt. Edhe, por më thonin gjithë bravo, po sikur çdo herë unë kisha frikë. Kur i lexoja tjerë të këto janë më të mirë se unë. Gjithmonë ajo ndjenja e modestisë, e cila e përshkon edhe sot e kësaj dite Avni Qahilin. Në këto momente, miq të nderuar, do të doja të ikim pak prej Avniut, të ndjekim recetën e shefit. Unë jam Zegria Baftia nga Hotel Emerald, shef i kuzhinës. Sot do të përgatitemi për emisionin Në Majë të Gjuhës së Gjerit një peshk file levreku me pire patate, karrot dhe brokoli. Po filloj me përgatitjen e levrekut. Për përgatitjen e kësaj recetës në vitën dykon 10 minuta me pajisjet e Frigo Deluxe-it, të cilat janë profesionale, i kemi edhe në hotel dhe na kryjnë shumë punë. Me emisionin e Gjerit dhe me Frigo Deluxe-in kena shumë bashkëpunim të mirë, kod të gjatë. Filloj me marinimin e peshkut. Këtu kemi do vaj të magdanozit për dekorimin e pjatës. Këto janë piret e patatës. Brokoli dhe karrotat të zira. Me pajisjet e Frigo Deluxe çdo sen bëhet më e lehtë dhe më e shpejtë. Kështu që edhe peshku në 10 minuta është gati. Ja fili levreku, i fërguar në vaj ulliri, me pire patate, vaj magdanoze dhe karrot. Kjo është pjata fili levreku për emisionin Në Majë të Gjuhës të Gjerit nga Hotel Emerald. Ndoqëm recetën e shefit, miq të nderuar, dhe tani po kthehemi përsëri te Avniu, por me një detyrë të veçantë. E kemi SMS-in pazarar. Këtë SMS unë do ta dërgoj ty, ti do t'ja dërgosh 5 miqve tu dhe ta shohim se çfarë do të përgjigjen ata. Ti mos e lexo, se është SMS tinës që i shkon. I dërgon ti apo unë? I dërgon ti nga WhatsApp-i yt, po ti nuk e lexon. Okej. Pasi që ti i dërgon, ne do ta lexojmë dhe pastaj do ta kuptosh se çka ke dërgu dhe presim pastaj përgjigjet. Të erdhë SMS-i,
Dhe derisa Avniu ta dërgoj SMS-in e vet në 5 adresa, ne ndjekim recetën e Olës. Përshëndetje shikues të nderuar. Para se të filloj me përbot sot recetën të cilën e kom përgatit për sot, fillimisht dua t'ju njoftoj me një aparat shumë të mirë, i cili është për kafe, është i Sivegetës, të cilët të gjithë shumë pajisje tjera që mund t'i gjeni në Sivegeta në fushë Kosovë, por ajo që ka mund pëlqej e mora aparatin për kafen turke. Për arsye se jo gjezve për 2 kafe, jo gjezve për 1 kafe, jo maqite 80, jo maqite kështu, ashtu 100 të lashe, këtu i keni komplet. Poshtë këtu, e veni ujin, kafen, sa kafe doni, sa sheqer, sa kafe, ujin e futni mrena, e dhezni dhe kur dhezet kjo drita e kantet, kjo është e gashme dhe kafja është e mirë. Edhe nëse keni kafe në Vilvetës, unë e bej po ju bëj që kafe ma të mirë, nuk keni me pikur. E unë para se me fillu krejt, për mbaroj këtë kafe të mirë dhe pas pak filloj me recetë. Dhe pas kafes të mirë të vetës dhe aparatit të Sivegetës, unë jam plotësisht e disponume me fillu receptën. Unë sot para se më ardhë këtu, ju lash dreke në shpi, bona borania dhe vetë me vetë me nëshën të shna, po pse mëre unë nuk qona me ju bo krejt ato recepta që i boj dreka në shpi teme me armi ju kalcu, që është pibom, se zakonisht e keni pa kur dalim në për me pi kafe me shumë që kur ti të regonu në kom zi qëto që shtu me njëherë gjuhën, jo në zi kështu, jo në kështu, jo në ashtu, është mirë me pas ka are njeri një recepti cila është taman që është. Që duhet mu bo, e tash, që ka i shtojmë na pak ma shumë, pak ma pak, ajo tjetër është, por ajo baza e një receptës duhet me qenë parafërsisht e njëjtë dhe nuk gëzon shumë me lëviz, nësë është diçka tradicionale. Kurse këto tjera atë mune me bo që është këni qef. Por unë e sot, një salcë të cilën zakonisht e bojnë në shtëpi teme dhe na pëlqen shumë që kombinoj me mishna, me pomfrit, me sendviqa, me çka do gjithë tjetër, e bojmë dhe me është jashtë suksesme dhe mire dhe shishme. Prandaj, unë sot du të regoj se si ta përgatisni një salcë të djegës, të cilën deri me tash sigurisht e keni me marrë në për dyqane, po tash mundën e me përgatit edhe në shtëpinë tuaj. Ajo përgatitet në këtë mënyrë. E merrni tash varet prej sasisë sa doni me bo, por e merrni kështu një filxhan të kafes turke, prefersisht, dhe e merrni e qitni një filxhan, jo plot, biber kuq, por djegës, jo aj që është i ëmbël. Pastaj e merrni 5 deri në 6 thelbi hudhër. Gjithashtu, e merrni një filxhan spes grirë, thatë, do me thonë asi që është i djegës. Na zakonisht e përdorim për qofte për kësi, dhe e merrni, do me thonë, një filxhan spes të tharë të grirë të djegës. Dhe kësaj, jashtoni një filxhan uthull, një filxhan ujë, mos u bëni marak. Për çdo gabim në kuzhinë kemi borën. Dhe me thonë, e të qëtëm uthën, pastaj një filxhan ujë thjesht dhe gjysë filxhoni soja sos. Këto tashti e lojmë me u vlu, jo në temperaturë të lartë, e ullin pak temperaturë, do të thonë një temperaturë të ullët të mesme, dhe i lojmë tashti këto bashkarisht me vlu. Shtojmë pak krep, dhe i lojmë pak këto në të gjejnë një 5 minuta, e deri atëherë e përgatisim tashti marrim edhe një lugë të gjellës, një sheste.
kjo është luga e vogël, se ja cesim 2 lugë. Këto i tranzojmë pak me ujë. Dhe kjo tash kur të merr val, ja shtojmë në shestën që me fitu taman atë masën e salsës. Tash, kjo veç ka fillu me blu, dhe tash nga dalë ja qesim një shestën. Dhe salsa është e gatshme, dhe tash e lojmë, e hekum prej dhe lojmë pak moftof dhe pastaj e vejmë në një shishu ku do të mbajmë në frigorifer. Dhe tash, salsa është ftof pak, shiqone, varet këtë prej specit prej asit, do më thonë, deri sa të vreni që salsa e ka taman formën e salsës, pak ma hollë se që duhet, i shtroni gradualisht ujë, se ajo tuko ftof dhe trashet prej një shestës. Prandaj, ju i shtoni ujë, deri sa të fitoni atë, do më thonë, dënësin çfarë duhet me qenë salsa. Dhe atëherë merrni një shishe të gjamet dhe e mushni me salsë. Këto mund ta përgatisni një herë për shembull, por këtë pastaj mundet me qëndru një kohë shumë të gjatë në frigorifer, me mujtan, do më thonë, faktikisht si një lloj turshije djegës, salse djegës. Kudo që t'ju nevojitet, ju e keni hazër. Më thoni mush një disa shishe, tash më varet sa keni përgatit, dhe e fitoni një salcë të mirë, shumë të djegsme. Edhe çka është më rëndësi, djegësit nuk është përpara na kemi mendu që shkakton dhimbjen e lukthit e fakt. Nëse rastisht e keni ndonjë varr në lukth ose i thatë në lukth, normal që e rriton edhe thartit, edhe të njëjtit, edhe djegësit. Por, nëse nuk keni kur gjo, atëherë mundeni me përdor këta, e cila është jashtëzakonisht e djegës, kur ftofeni thjesht mund t'i qitni edhe 2-3 pika, përveç që përdorni në ushqim, mund t'i qitni edhe 2-3 pika në çaj, jep një shije shumë të djegës. Unë dërgoj një përshëndetje të ëmbël me një salcë të djegës. Shikus të nderuar deri në misionin e ardhshëm, unë ju dëshiroj gjithë të mira. Ndoqëm recetën e Olës, po mas ushqimit që e bën Ola zakonisht shkon një kafe e mirë, ne e kemi kafen Vilveta që është super e mirë. 5 njerëz. Miq të nderuar, e pim pak kafe, SMS-at shkuan, ndërsa tani Avniu dëshiron të di se çka ka dërguar në 5 adresa. Por, para se ta lexoj unë këtë, më trego kujt ja ke dërgu. Të parin ja dërgova Eglës, të dytin Djellza Miftarit. Egla është Sara. Po, Djellza është kolegja ime shumë e mirë, gazetare e artit. Të tretën producentit e Brarit ja dërgova, të katërtën fitoris Trepi, drejtore Struga Fest festivalit, edhe të pestën Saranda Ymeri, deputetes të festivalit. Okej, shumë bukur. Do të presim përgjigjet prej tyre, ndërsa ja se çka ka dërguar Avni Qahili. E shkrova një tekst të dhimbshëm për ndarje për një këngëtar shumë të fortë. Sa që edhe mu po më qahet ende, edhe pse e di që është krijimi mendjes time. Apo vjen po pim kafe, e hek ma pak mërzin se marrëm, vjen me mpa njerëzit ty qakot. I pas kam tranu njerëzit. Shtu që ta shohim se si do të përgjigjen miket e tuja lidhur me këtë mesazh. Ndërkohë, para se të vazhdojmë bisedën me Avniun, unë do të dëshiroja, miq të nderuar, ta ndjekim recetën e Rudit të na e ëmbëlsoj
pak para se të dalim te një pjesë tjetër e jetës të Avnit Qahilit. Miq të dashur, mirë se erdhët edhe këtë diele, ku tjetër mua e gjus me gjerin. Unë sot do ta pregaditi një ëmbëlsirë, biskota, petit beure, qumsht, puding vanile, si dhe banane, një shiet të vogël. Me qenë sa më e shishme. Qumshtin e kom nu që të nxehet, derisa të nxehet qumshti, sasisë së pudingut i ashtova 2 lugë sheqer. E përzim, derisa të nxehet qumshti, për me e bo pjesën e pudingut, ne i prejmë biskotat dhe i vendosim në këtë tavën bukuroshe të vogël. Nuk e di pse, po gjithmonë kom qef në si pjata pak ma të thella me bojo tiramisun, jo qështu biskota me puding, edhe bëhet shumë e bukur, edhe shumë e shishme, s'ka diskutim për shije, kështu që, derisa të nxehet, ta rrisim nxehtësinë qumshtit, e prejmë dhe bananën, e largojmë lëkurën. E prejmë në rroth të vegjël. Dhe bëhemi gati që ta vendosim edhe sasinë e pudingut. Qumshti ka fillu të nxehet. Unë vesh po e vendosi dhe e përzim derisa të fillon të trashet. Gjithmonë e përzimi mirë, pasi që mundet pjesa e sheqerit me mbet në fund të enës, kështu që mos harroni me përzi. Dhe tani e përzim derisa të trashet masa e pudingut. Disa kanë qef me i vendosë edhe sasi të panës, mirë po kësaj radhe unë nuk do i vendosi sasi të panës, do e lë vetëm biskota, banane dhe puding vanile. Duhet pa tjetër të përzihet, pasi që mundet shumë shpejt me u kap, edhe pastaj me na u djeg e ndolla nxehtësinë, pasi që filloj me u trosh, par aromë fantastike e largova nga nxehtësia. Dhe tani, me lugën magjike e vendosim sipër biskotave. Mundeni biskotat me i ullë në qumsht, nëse dëshirani paraprakisht, ose edhe vetëm kështu me i lunë, si që i lash unë, pastaj mi ja vendos pudingun e nxehtë edhe biskotat zbutën, ja vendosim sasinë e bananës, në krejt si përfaqen e ëmbëlsirës. Një që mundeni me bu ekstra të bananet është që mundeni me i karamelizu me sheqer të zi, bëhen shumë të shishme, ja vlen me e provu dhe atë metodë. Që i vendosim dhe njëre në biskota, përsi për bananeve. Biskotat i kom vendos në mënyrë të çrregullt, largojmë telin. Vendosim sasinë e pudingut sipër biskotat. Gjithmonë pudingu sa të jetë i nxehtë, për arsye që me na u zbut biskotat. Dhe si pjesë të dekorit, unë do e grimcoj 2 biskota dhe do ja vendosi sipër, do e lënë në frigorifer që të ftohet dhe pastaj do e shijojmë
këtë recet shumë të lehtë, mirë po shumë të shijshme miq të dashur. Për çka do të që ju intereson rreth recetave, mundeni me na dërgu mesazh në rrjetin tonë sociale apo edhe në kanalin tonë të YouTube-it në Maja Gjus me Gjerin. Shihemi të dielën e ardhshme. Mirëmbëjtje. I kemi 2 mesazhe, kanë arritur 2 mesazhe, hajde t'i ndjekim. Na i lexo me zë. Dhe na trego kush i ka dërgu. E brari producenti muzikor. Kush është be? Edhe ai lexova komentet. Ky s'është kërkuar dhe brari. Çov djellza. Dhe që Avni! Avni! Kishe mos qaj, Avni! Po, më zu mërzit. Këto 2, tash fitoria... Kush ka shkruar? Fitori Strefi. Po e din që nuk e ka shkruar Avniu mesazhin. Garant është në program Radio Struga. E njohin mirë prandaj. Ndërsa Egla ka thënë, po pse bën kështu më burri dheut? Mirë, tjetër shkruaj më pak dhimbshëm, hajde le të qajmë e të dehidrohemi për kot me që pas ke dëshirë. Shumë bukur. Egla do të pim bas emisionit bashkë. Po, patjetër. Kena me hjek mërzin. Dhe a din çka po mbjen mirë që i ke responsive, do të thotë të kthejnë përgjigje me një herë. Unë i zgjodha ata më të mirët. Shumë bukur. Shkojmë tani te kjo pjesa e rinisë tënde në Prishtinë. Ti ke studiu në Prishtinë. Si të priti Prishtina, u ndjeve i vetmuar, si u ndjeve student me një buxhet mjaft modest, çka përjetove? Po që ishe i lumtur që po vjen me studiu. Po. Në gjysmën e familjes se kom kosovare dhe me Prishtinë kom pas kontaktet hershme. Pastaj ato gjirimet e famshme të rreth pas vitit 3 si nësansi shkollës mesme, ne kemi qenë këtu dhe Prishtina ka qenë për ne qendra më e madhe, më e mirë. Unë kisha regjistru pas ushtrisë. Kisha regjistru në Shkup Letërsi. Edhe ligjeratat e para në mbrojtje, ka qenë një landë din t'i gjeri, mbrojtje dhe siguri diçka. Lëmë palidhje për Bash palidhje. Edhe një profesor Maqedon, si zakonisht, sepse lajmet fillonin dhe mbaronin me irredentizmi, nacionalizmi shqiptar gjithandej. Kosova ishtë paravlimit, ndërsa ne atje na ishin dalë me shkollat mesme, vetëm shkollat fillore na i larë Shqip, çdo gjë e bën maqedonisht, vetëm maqedonisht çdo gjë. Edhe unë isha i ri, kisha mbaru ushtrin, ushtria kishte një përvojë shumë e madhe, kur unë atëherë kisha kuptuar se kush janë shqiptarët në Jugosllavi dhe pse ishte gjitha ju urrejtje ndaj neve, kisha ditë më herët, po atje e kupton plotësisht, edhe në ligjeratën e parë në mbrojtje, ai profesori fillon të flet përsëri për nacionalizmin dhe irredentizmin shqiptar, për rreziku që i kanoset shtetit prej shqiptarëve. Edhe unë si i ri reagova një moment, tash, aman profesor, tash, apo filloj me ligjerata në gjuhën e tyne maqedone. Tha, sill me indeksin këtu, kur e pa emrin, mbi emri shqiptar, ti tha do të vishte unë provim, tash po do të vi. Me shumë krenari, por më kapi frika edhe shkolla, shtëpi babës, si tash babë. Para mu ishin veç 2 studentë. Unë isha i treti, se një përfundonte një hynte, të ne kështu në familje kemi qenë. Tash babun do të shkojnë në Prishtinë. Ta pse? Tash kështu më ka ndodhë, kapi krynë. Hajde, doja bojmë disi. Edhe erdha Taib Jusufi, një miku im, ka qenë ushtarak. Ta do të qoj ta unë të një miku im, Shefqet Plana, ishte dekani fakultetit filologjik në Prishtinë. Ta edhe do ta bojmë një qare. Tash si pas gjitha gjasave, kjo çështja kombëtare çdo herë më ka brejtë dhe çdo herë kom reagu. Edhe sot e kësaj dite Gjeri reagoj.
Edhe kishte edhe student tjerë po heshtën, s'di pse unë erdhëm të Shefqet Plana, na priti shumë mirë. Mirë po tha, është pak vonë, tha vendet lira kanë orientalistik. Kudo qoftë, veç mos me mbet pa fakultet, ka qenë periudha jonë që vetëm tjetë fakultet, jo dëshirat e sodit, dua aty. Si përfundim unë e regjistrova Në orientalistik. Orientalistik, po gjuhët e orientit, arabisht, turqisht. Studime interesante, për neve pak çuditshme, tash nuk janë, po atë botë ishin çuditshme, se gjithë studionin anglisht e gjuhët huaja tjera, unë ishin studime provokative, bukra, interesante, njohja e letërsisë, e gjuhës shteteve të orientit. Është një letërsi fantastike. Po. Edhe Shefqet Plana më ka trajtu shumë mirë, po shumë vonë e kuptova që Shefqet Plana kish pas grunë e Shkupit. Edhe këtu kaluan edhe unë mbeta me shpirt e me zemër Prishtinë. Ndodhen ajo që ndodhen, unë mbyll universiteti dhe këtë rastësisht unë përfundova në televizion të Maqedonisë programin Shqip, që nuk e kam dashur atë program, ka qenë programi i sistemit. Unë atje përfundova, por Zoti deshti unë ta vazhdoj misionin tem për popullin tem të Kosovës. Gjatë atyre viteve unë i kom bo shohut me yje, special vetëm për estradën e Kosovës, special vetëm për artistët e Kosovës. Ka qenë mund, ka qenë sakrificë, mirë po kur përfundoi lufta, kur hynë forcat e NATO-s, kur unë ditën e dytë erdha në Prishtinë këtu, më shboj një pritje madhështore e miqve, artist, sa që unë ndjeva shumë krenar. Unë mendoja që është punë e vogël ajo, por kishte qenë punë shumë e madhe. Shumë herë unë i vi. Sot është lehtë të bësh programe të showbizit, është tepër lehtë. Por atëherë, kur i ke bati, nuk ka qenë shumë. E di që Gili i Liri kanë ardhur përmes pllacës në Zez. S'kishin pasaporta shkurtë, Fejzja me bashortin e vetë, njëjtë edhe ato, se kogja kanë qenë në sy. Më ka ndodhur, atëherë s'kisha dhe shumë mundësi gjeri. Po më duke që ndonjë edhe bosh lypsha me dalë din kufimi i marë, mysafir, të kumë pas një pegliçk në fokë. Edhe, po ishte ajo krenari, ishte sens shumë i madh në që po bojmë. Po Silvana Braçën ne kisha miket vjetër. Edhe kombas kohë i vidhshim nga një pjesë Silvës, edhe Silva i plasonte na dy orëshin e Kosovës këndej. Kështu që unë e kom po me shumë dashuri kështu dhe kom mendu që kur që s'jom të bo, po ma në fund unë e kuptova që kishim bo punë të mlaja. Ke bërë, prandaj edhe je këtu. Prandaj edhe je këtu se je njeri i gjithanshëm, mund të them në fushën e kulturës je njeri i gjithanshëm, je njeri mediatik, të themi kështu shull shqip i ke shti hund gjithkohë. Edhe ke pas punë me gati të gjithë artistët, si të këngës popullore ashtu dhe të këngës vavice dhe të gjithë të çmojnë dhe të duan, e të mos themi që tekstet e tuaja janë praktikisht kanë hy në, si ta themi, kanë hy në atë repertorin i cili nuk do të vdes. Për shkak se po përcillen edhe te këngëtarët e ri të gjeneratave të reja, ndoshta të cilët nuk e din kush e ka shkruar tekstin, por e këndojnë me shumë qejf edhe përcillen nga klientët që i ndëgjojnë ata. Dua të kthehem te një pjesë e studimeve tuaja në Prishtinë. Ku ke banu? Çka ke hangër? Çka ke pi? Me kë je shoqëru në fillim? A ti bante nana boshqet e gatshme me ushqim mi marrë me vete? Vitin e parë kom banu ka qenë midis Fakultetit Ekonomik dhe Filozofik një barak. Po. Kanë qenë vllaznit Feti dhe Fari Hoxha të Llapit. Po. Edhe të ato kom banu, sa ja u pagusha, sa s'ja u pagusha. U misu me ata.
E dyta e mirë ishte që fetiu punonte në mes studentëve, e na ndonjëherë gjeshim bona, ndonjëherë zgjeshim, ndonjëherë i harxhoshim fare, shkojshim tek Bozhuri, Selvet e Tërstenën, e ngojshim. Haj se nesër ja bojmë dyqysh, vike nesër me janë e paparë. Feti jam ardhë me hongër bukmez, hajde havni. Kështu që viti parë ka qenë. Pastaj një vit tjetër me Flamurin edhe Regjepin, shokët e mi të Shkupit, ato kanë qenë mjekësi këtu, ilegal. Se kishe drejtë edhe ilegal në konvikt. Interesant, unë çdo herë konkuroj nuk ma jepshin konviktin. Kryesisht në për miq, në për shok, që më kanë prit tepër mirë, po Habib Saracin e Tasligjes, e kom shok të mirë, kemi qenë ushtar bashk, edhe unë kur me qapa buk, të shë Habib sot po vitet. Edhe njëherë, dyherë njavë pa tjetër ndodhke, po Habibi me printe vetë atëherë, to, ani dilni u shëtit një, hajde hani darkë dhe buj sonte nesër shkon. Ajo ishte plus për neve si student në atë botë. Plus ishte për neve. Plus shumë i madh. Kështu që, po ka qenë kënaqësi Gjeri, ka qenë kënaqësi, o ko një vajzë prapashtica, su më kujtohet temri. Ajo merrte shënime, po ajo ka pas një bukur shkrim, Gjeri, si këto kaligrafit arabe, ajo qash bukur shkronte, edhe unë edhe në të Maqedonisë, edhe të Malit Zi kemi qenë shumë privilegjum. Ajo e para jep ke provimet. Edhe ne priqim rend, se s'kishim literaturë për disa lanë. Po, e u a jep të shënimet. Ajo mi jep ke mu. Ajo mi jep ke mu shënimet edhe pastaj kështu shkonin. Kemi pas profesor që thoshte, a do në gjashë, apo do në me të pytë. Dhe ke mjafton që ti e qunë ora 5, e ke zonë autobusin e gjashëve, ke ardhë në 8, të kja këta të Prishtinës halas kanë bri. Thash kemi qenë 3, e kemi ditë edhe se kemi ditë, por vetë profesorët universitarë e kanë ditë atë plagë tranë që përjetojnë shqiptarët jashtë kufive të Kosovës, dhe me të vërtet kemi qenë jo pak, po shumë të privilegjum si në universitet, si në institucione, si gjithkund, dhe po mos kish qenë Universiteti Prishtinës, nuk di ku do kishim qenë. Shumë interesante është kjo pjesë, Avni, edhe tash kur po e thua ti, mu më kujtohen disa pjesë kur unë e kom qenë re, kur vinin nga Maqedonia, ose nga Mali Zi, ose nga Presheva, kur vinin si studenta, edhe po më kthen në atë botën, ku edhe shtëpia jonë ka pas mysafir të këtil, do të thotë, sidomos prej Malit Zi, se nana ime e Malit Zi, edhe gjithmonë kemi pas. Ju keni qenë stacioni, ku aty kanë ardhë, kanë hangër, kanë pi, janë orientu edhe kanë shku. Po, gjithsesi. Dua të kthehem veç edhe të një gjë, para se të kalojmë të këto 5 pyetjet që i ka bo Beni, Ben Apolloni, këto janë 5 në kajmak, këto janë pyetje me spec, dua të kthehem te nana. Çfarë roli ka pas nana në jetën tënde? Qysh kur ke qenë fëmijë, kur je lëndu, kur të ka përkun, e deri vonë? Unë vazhdoj të jetoj me nanën. Nanën e kom favorite. Nuk e harroj një moment jetës, kur unë kisha një provim të arabishtës. Edhe nuk isha pare për marrë aty në Prishtinë. Edhe ajo thot, kësaj komshies, jo më t'ju abo një gjember. I kom thonë, ora 5 të bi, me mi dhonë pare se djalin e përcjellin në Prishtinë. Arabishtja ka qenë shumë e vështirë për mu, ndonë se i mirë sha gjashqet, po nuk e kuptova dot. Edhe unë boja një gjezve me kafe, pija gjithë natën, ajo gjithë natën punoj. Edhe në mëngjes shkoj të komshia i murë paret, po shumë e lumtur. Qepa. Unë erdhe edhe rash për provimit.
Edhe? Edhe e mbritit e shpia. Ta qka bone e dash, për që thoi e rajtë. S'mundesh a mja prish gëzimin. E kjo, më vret edhe e kujtoj qdo. Kjo është nana. Kjo është nana. A e ka kuptu ndonjëherë që e ke rajt? I kom tregu ma vonë, po kur më erdhen të mirat, për cilat ti ishe mundu gjithë jetër. Ndonjëherë, kjo quhet rren e bardhë. Ndonjëherë, gënjehet prindi, gënjehet fëmiu, gënjehet miku, që të mos lëndohet ai tjetri. Kështu që unë të arsyetoj shumë këtë gënjeshtër që ja ke dhënë nonës, edhe e pash që tu kanë mush sytë me lot, për shkak se hala e ndjen dhimbjen edhe mundin e saj që ka punu tanë natën me t'i siguru parat për Shumë e lumtur ajo, kur erdhi si fituse, si kur ka fitu betejën, ka fitu luftën. Që paret shko, jepe. Edhe avnia vjen edhe bjen provi. Por, ti me gjitha të e përfundove fakultetin. Përfundova edhe në Shkup, përfundova edhe këtu. Me njëherë unë kuadrova në televizion edhe vazhdo në problemet tjera. Ti ke përfundu edhe magistraturën, jemi të qartë. Masterin pak vonë në media dhe komunikim. Edhe jetu i vazhdo në PhD. Po, PhD. Po ashtu në media dhe komunikim. Dhe tani punon në radio-televizionin e Maqedonisë, e ke programin tënd, por ajo që mu më bën përshtypje është ai vullneti yt që ta bësh Grand Prix, dhe zakonisht e bën me radio-televizionin 21, dhe publikisht mundemi me thonë që Miloti është shumë demel për Grand Prix. Trego. Jo, nuk di kush është ai. Mirë, po e kemi marrë betimin prej Milotit që si vjet do t'i ndihmoj. Do të jetë pjesë e Grand Prix dhe atë tha veç që Avniu pa hezitim erdhë në emisionin tonë Gjeri, unë do t'jem aty. Gjeri kom kisha ardhë për ty. O zemër bre, po. Ne jemi miq të vjetër, për ndryshe edhe ja njohim batutat njëri tjetrit, por unë kam respekt të veçantë pikërisht për penën e Avniut, se tekstet i ka fantastike, gjithmonë e ka një temë pak më ndryshe, kur asnjë tekst nuk i përngjan, natyrisht që mund të përngjajnë, por nuk i përngjan teksti tjetër, e mund ta dini 5.000 tekste të shkruara. Kupi kop ato tema, e diskutum kupi kop, por me gjitha të... Janë kërkesa, Gjeri, janë kërkesa. Tani më unë jam bë, do shta u dash doktoroj në karakteret e artistëve, jo në media komunikim. Ti e tha që të pak t'janë atë që s'kam bashkëpunu, po ti kur bashkëpunon, unë kam thanë, me rrim me javë, me muj, edhe ne i mësojmë karakterin, unë i studioj ata si karaktere, unë i kuptoj ata që ka dunë. Pastaj kuptoj dhe që ka ju flenë atyne. Edhe thjesht më është bo rutina jo Sabriu, kjo është për Sabriu, Edona, kjo është për Edonan. Mu shpesh më ka ndodhë të bëj delete edhe të afshi një këngë bukur që si ka pëlqy Sinanit, si ka pëlqy Manjolës. Gjyna. Jo, nuk du me shëtis, unë e shkruj për karakter. Unë e shkruj për karakter, nuk du të shëtis këngën, më falë shpreje kush mashtrot, jo. Unë shkruj për karakter, i pëlqen, si pëlqen delete edhe i ku ajo. Çfarë tekste kishe shkru për mua rrasë unë kisha qenë këngëtare? Nëse kur shansa s'ka, po nëse? Po, diçka të bukur me pak humor brenda. Shumë e bukur kjo. Okej, tani, miq të nderuar, ndjekim recetën e Mamadeus, recetën e bebit, dhe kthehemi prej recetës së bebit në 5 pyetjet në kajmak. Mirë se veni në këndin e bebit të dashur, mirë se veni në këndin e tërë familjes. Sot kemi me përgadit llokumat mbushona. Një recet tepër e mirë, e shishme, jo dhe fort me letë se do të me prit një orë dhe sa të vjen brumi,
po me rëndësi që krejt familjes i pëlqen. Këtu e kam një gotë qumsht edhe një lugë të mesme maja buke dhe një lugë të mesme sheqer. E kom bo atë marifetin që do të me lonë me ardhë 5 minuta në qumsht të vakt, maja e bukës, edhe tash vazhdojmë jashtojmë për bërësi tjerë edhe mandi e lëm brumin edhe një orë tjetër. Se e treta herë që po thëmë me ardhë, apo nëse dini ndo një shprehje edhe ma të mirë, atëherë lirisht mundeni me më sugjeru. Kësaj mase ja shtojmë 2 vezë, i shtojmë pakës krip edhe e përzim. Ndërkaq miell ka rreth gjysmë kilogrami, por shkojmë të jashtu kapak. Atëherë e zumë brumin, veç pak vaj ulliri i shkar për mbi. Për ndryshe, në mënyrë që me u aktivizu maja e bukës sa ma mirë, gjithmonë preferohet që ena në cilën zihet brumi me qenë e qelqit. Edhe unë për atë arsye kam zgjedhë sot enën e qelqit. Nuk e di arsye mëse, po e di që ndryshe po merke brumi në enë plastikës ndryshe në qelqit, do më thoni 100 herë ma mirë në të qelqit. Ta keni parasysh, a arsye nëse e dini pse, tregom një edhe mu ta di, se s'pe di asone. Tash perfekt, veç ta kisha pas edhe letrën me mbështjell, me mblu këto të finë. O, faleminderit shumë. Faleminderit shumë kolegu im që po më rinë gati, se unë kisha haru me marrë finën këto. Po, ku ka bashkëpunim të mirë mes kolegëve, edhe puna shkon mirë, edhe receta dalin të mira edhe krejt. Edhe sheficën e kena gëzushëm gjithë. Përshëndetje Gjiri, të përshëndes, të dua. Ta kthej finën vend se ma ndem tojnë s'po i lëndia gjanat në vendin e vetë që tu po e lo, ata ja për ty gjënë. Merë, faleminderit shumë. Shakot anash, seriozitetit i kthehemi në këtë sekund. Brumin një orë e lajmë diku në zetë ku është, për shembull në zemrën time që e kam të ngratë, po jo, tash duhet me lanë diku tjetër, se kemi punë tjera, shihemi mas një orë. Ka kaluar 1 orë të dashur miq, edhe brumi veç ka ardhë, është 2 fishu, po e punoj edhe pak, por që nuk ka nevoj edhe shumë të punohet, se kemi ngjesh mjaftueshëm kur e kemi zënë. Me njëherë e shtrim, format do t'i presim 4 ore, pasi do t'i mbushim. Ta provojmë të parën. Ja vendosa 1 copë djath kaçkavall, 1 copë prosciutto pule të tymosur. Do ta mbyllim edhe e vendosim për të përgem. Dashur shikues, kjo është për sot receta jonë llokuma, po çfarë llokuma se? Të mbushur me djath, kaçkavall edhe me prosciutto pule. Tepër të shijshme, tepër të mira, nëse njëherë ja përgatitni fëmijëve, çdo ditë kanë me kërku, me hangër llokuma të mbushura. E deri dielën tjetër, unë juve po ju përshëndes edhe po ju uroj një javë shumë të mirë përpara juve. Tong tong. Ky emision u mundsua nga Frigo Deluxe.
radha është tash te pyetjet e Benit. Beni na I bën këto 5 në kajmak, I bën pak me spec, pak pa spec, as vetë se di. Por mu nuk kam lënë me I shiku, për shkak se thot ti I kishe I hek. Kështu që prej secilit kavanoz nga një, ma jep kavanozin e merr pyetjen, ma jep kavanozin e heqi atje, për shkak se çdo kavanoz e ka nga një tematik. E kuptova, Beni është artist, është jashtëzakonshëm, krijues, sado që t'jenë me spec, jo me shiu. Benua, Saranda, ha në manastir jam. Temek se do visha qaja me ty. Saranda do të qante me Avniun, por është në manastir. Okej. Shkojmë me pyetjen e parë të Benit. Okej, që gjeri, që kavanoze, Faleminderit. pyetjen ti apo unë. Ti e lexon dhe e përgjigjesh pastaj. Kur shikon pas mbi 30 vjet karrierë, a ndihesh më I lodhur nga mikrofonat, pena apo nga komplimentet? Wow. Nga thikat. Nga thikat o Beno. Pse nga thikat? Jo mbo imun, mo Gjeri, jo mbo imun, ndaj gjithve. Nuk di pse ne si popull do njëherë ngecim disa sikur si ja duam suksesi njëri tjetrit, por jo mbo imun edhe ndaj atyne. Jo mbo imun edhe ndaj atyne. I lodhur, jo, as prej penës, as prej mikrofonit, tash 30 vjet, une tash ku mbu 48. Nuk dihem I lodhur, jo, 58, po talem do njerë, thom, 48 s'po durohen, thom, po shumë, jo. Jo, I lodhën është punë, Gjeri e din ti edhe Beni edhe ne e punoj me shumë dashuri. Po. E punoj me shumë përkushtim. Edhe unë mendoj edhe kur të dalim në pension, ne prap do të punojmë. Do të bëjmë diçka, do të bëjmë. Nuk jemi njerëz që... Kjo është krimtari, nuk mundemi të rrim. Absolutisht. Është punë shpirti, nuk është punë mekanike. Pa, nuk është punë për idare që thonë. Qashtu. Ne krijojmë, bëjmë prej qefit. Unë jam I sigurt që ti si Gjeri kur qos nevojitet, por ti e bën me shumë dashuri gjithë këtë mund, gjithë këtë punë, sepse e donë këtë profesion. Është I magjishëm për ata cilat e duan profesionin. Absolutisht. Është I lodhshëm. Është I lodhshëm. Por... Kur ulesh e shef finalen të shtëpia kënaqesh. Por, atë si thonë, është qershia mbi tort. Shumë bukur. Ajo është gjë e bukur. Vazhdoj me tjetrën, Gjeri. Hajde, shkoj me tjetrën, pa tjetër. Hajde, Beni. Hajde, Beni. E kështu që unë Benin e kom kraun e djatë, kur para se me bo Grand Prix, është I vetëm një njeri që vjen me mu, ullet montaż, I ndajmë pjesët, I ndajmë filmimet. Është shumë punëtor. Edhe, nis ka problem këtu jam dhe vetëm abon një telefon. Është shumë punëtor. A ke shkruar ndonjëherë ndonjë varg që pas disa vitesh nuk të ka pëlqyer fare dhe pastaj ke thënë vetes, a është e mundur që kam shkruar unë këtë varg pa lidhje? E pash një krijues tonin me një emision tha I kom ra pishmanin për filan kangën që e kom shkru. Jo, Gjeri, nuk I bi pishman. Kam qëndru mbas gjitha vargjeve të mia. Kanë qenë si kanë qenë, të mirat, këqija, të bukra, jo të bukra. Unë kam qëndru edhe vazhdoj të qëndroj. Pa marrë parasysh interpreti sa ka qenë I popularizum, apo ka qenë I orientum dhe një zhan tjetër muzikor që ne nuk e parashofim. Se unë zakonisht u tham, unë kam vjen e kuqe dhe unë kam kriteret e mia. Do I këndosh kështu si e kam shkruar, nëse jo. Kështu që jam krenar me çdo varg, me çdo presje, me çdo gjë që kam kriju. Nuk I bi pishmanit edhe qëndroj, ndoshta me kalimin e kohës, duken pak demode disa, po kur ta shpjegoj në rastin, momentin dhe kohën e atëhershme. Absolutisht, këtu deshta të dalë që në kohën e caktuar, në momentin e caktuar, me ndjenjën e caktuar, ai varg ka qenë perfekt. Unë mendoj që ka qenë më e mira jeme, edhe qëndroj pas asaj. Pa, absolutisht. Shumë bukur. Edhe më vjen mirë se vargjet ta dinë për nder.
Se unë e vargjet ta din si i marr si kur qenje njerëzore, po qenje të buta, skofijare njerëzore. Prandaj vargjet ta din për nder. Faleminderit për përgjigjen, më pëlqeu fort. Vazhdojmë? Po. Oh, celebre! Beni, jo e pas kam shqel. Kanë ndonjë pyetje kogja e randë, kome qenë masi së qel. Ju artistët keni qef të mendoni se jeni të pavdekshëm, po jena. Edhe jena. Por nëse helbet një ditë do të vdesësh, si do të doje të mbahesh e mend? Wow, sa bukur. Nga përvoja artistëve të mëdhej, që nuk i kemi vlerësu derisa kenë gjallë, kam kuptu që pasi ata shkojnë, ne kthehemi, ku lumtojmë në artin e tyre, në veprat e tyre dhe i madhështojmë shumë, por shumë rallua bëjmë për së gjalli. Mendoj që shumë do t'jenë krenarë me mu pas vdekjes time, sidomos fëmijët e mi dhe familja ime, po do t'jenë edhe shumë tjerë krenarë dhe Si do të mbahesh e mend, si do të doje? Për krenar, po. Besoj për këngët që këndohen dhe do të vazhdojnë të këndohen dhe ata që më kanë njohur, që më kanë pas kolegë fakultetit, mes me fëmijët e tyre do të thonë baba jam ka studiu me këtë, ky ka qenë miku i babës, i hallës, i këtij, i atij, apo bashkëpunëtor, sikur ne sot kur flasim për njerëzit që kanë lënë gjurmë, themi ka qenë babgjyshi im, apo i atij, apo i këtij miku tim. Sidoqoftë, jeta është proces, është mirë që gjithë ne të lëmë diçka mbrapa, të lëmë diçka të bukur, të lëmë diçka shqip, sepse globalizimi po na glabëron krejtve. Një ide. A i ke të gjitha tekstet që i ke shkru? I kam si dorëshkrim i kam. Pse nuk i boton në libër, që të dihet për shkak se shumë këngë të bukura popullore dikush i ka kriju. Shumë këngë të bukura që këndohen, dikush i ka kriju e ne nuk i dim autorët. Për shkak se autori e ka shkru, e ka dhanë edhe më nuk është përmend. Shumë këngë tua këndohen, klientët në për klube nuk e din kush i ka shkru. Por kur mbetet një libër, ose kur mbetet të themi një USB digital, me gjitha ato tekste, ose një faqe e Avnit Shahilit, edhe pastaj mund të futemi edhe me i pa, ky është teksti i Avnit Shahilit, do t'ishte një mrekulli. Kjo si ide. Shumë janë gjeri, mos po irritoj, mos po shkaktoj urrejtje, shumë janë. Jo. Se unë kam edhe 4 pseudonime tjera që shumë kanë. Okej. I kam të autorizu me gjitha shoqatën për drejtat e autorëve në Maqedoni, kam gjitha, ndërsa tash kam bo me një kontrat me një shoqat tjetër, zvicrane që funksionon në Kosovë. Për të drejtat autoriale, po. Është Edisoni ky djali, që me mbrojt në përbot drejtat autoriale, sepse ajo në Maqedoni bile si vjet na vjedhe neve shqiptarve krejt drejtat, po nuk e kemi hera e parë. Edhe prej vitit ardhshëm, unë do t'jem antari kësaj shoqate zvicrane në Prishtinë. Edison Abdimetaj është një djalë perli cili i din gjitha e botimit. Kur hyna parzit këtu, tha Miloti, tha, të kemi mashtru, tha qefe, jo ta zdi se des. I kam gati, 500 i kam. Shumë bukur, të regjistruara. Të përzgjedhuna, i kam gjitha me grafikat, punu me krejt, edhe atë libër doja të bëja për 50 vjetorit tim. Ma kishin bërë dhe grafikët një 500, 1 0, 50, 2 0, 500, edhe 3 0, 5000. Wow, sa bukur. Mirë po, aq keqe përjetova ato. Pse atu duk vetja që u plake, a? Po të kishe përfundoj Ti lule trinis. Përfundoj karriera edhe e shtyna. 60 kome. Kur ti marrë 60. Pastaj të 60 që të thaj të 70. Inshallah e brish 70. Emrin, se çfarë shpirti ke ti ke me hec.
Kështu që i kom gati krejt, vërtet në Shumë bukur. Unë e këtë i kom si dorë shkrime, po si audio i kom. I kom edhe shoqat autorëve, po i kom tash, e kom një të mirë që deri tash është kujdes gruaja me për mu, tash në rritë fëmija dhe ata po kujdesen me këtë teknologjinë e re. Shumë bukur. Edhe ata po ndihmojnë goxha shumë këtë pjesë, kështu që unë mendoj që do të gjinden krejt, në fund do të dalin edhe krejt ato me plus 4 pseudonimet e mia. Bravo, shumë bukur. Do të thotë, nuk kam pas nevojë me ta dhënë idenë, po veç ke punu në atë drejtim. Shumë bukur. Shkojmë me 2 pyetjet e fundit. Hajde ta shohim Beni. Beni është artist i madh. Po të mund të kuptojshin vargjet tua nga Nga kush? nga kafshët. Okej. Nga qashqinushat e misi, për shembull. I kuptun ato prej fillim, për ato erdhe më fotografu më punu tuta. Cila kafsh mendon se do t'i interpreton të më së mirë? Unë e mu imi paramendu qenushat e mi, cili kishte këthu mas mire. Beni, kur s'jom konë më ngusht, qenushat e tu të shmenden, kur unë parë mu, u të shmenden, e gla fansat e mi, kështu që... Po të deshtën, a pa lëvizjen e bishtit. Po, të deshtën, shumë të deshtën. Po, njerë mune si 17 vjeç më kanë sulmu një 10, edhe që atëherë unë e djersoam. Po jo, shumë mirë ishte, shumë mirë qëndrove, ata të deshtën, të përqafen edhe ikën. Kafshët. Ndigja, edhe ato kanë ato onomatopetë e tyre, që themin e ato zërat e tyre. S'di Beni, nuk di. Nuk di. Nuk e din, unë kisha thanë, ndonjëherë kisha thanë që për shembull ato një tekst që e kishe shkru për mu, macet kishin mujt me ashtu, se macet janë ashtu... Dinake. Piste të vogla, por edhe din me qenë shumë lozonjare, edhe praktikisht macet kishin mujt me interpretu. Macet kishin mujt, dhelprat kishin mujt. Dhelprat. Ujqit. Pre cila kafsh është kështu që vunë zakonisht? Që është kështu... Tash, që vunë nuk e di, po mu s'di pse më pëlqejnë drerat dhe drenushat. Shumë bukur. Jërë kafsh të bukra. Edhe i kanë sytë e bukur fort. Edhe ata më duken sikur të pambrojtura. Okej. Shumë bukur. Kush kishte mujt për shembull me interpretu këngët e tua patriotike, të themi? Unë kom kriju për Ilir Shaqiri një 2 këngë, për Leonora Jakupin kogja ma tepër, po Liria ka emër dhe komandant, janë krimet mia. Unë mendoj që çdo këngëtare ka borç dhe obligim një këngë patriotike apo atë dhe dashurie. Patjetër, po. T'ja kushtoj edhe mendoj që shumica kanë bërë. T'ja jap shtetit vet, vendit vet. Vendit, atdheut, kombit tënd. Por të ne identifikohet më tepër Iliri, Leonora, kjo Shkurte Feza, Violeta Kukaj, kemi kogja këngëtar të mirë të këngës patriotike, që ndoshta edhe ata vetë vinë, ndoshta e ndjenë më tepër se të tjerët sepse vinë nga ato vatra luftrave që ndodhen, tash zoti kur mos ndodhin. Djelza është më thirë, është më bo me rak me mu, dorë me kajtë dhe kjo me mu. Qite në interpon. Didi? Po, ne. Ha. A je i mërzitur a je i lumëtur? Shumë, Didi, shumë. E mërzitur, a? Po, ne. Ha. Në të vija ty. Hajde. Këtë javë, t'i gjyrojmë edhe ty, javës t'i vjetë t'i gjyrojmë edhe ty vikend, me artitën. Se ata ty nuk janë.
Oj, qik, unë jo mërzit shumë ti mu po më folë për program. Shite besa I poshtë, vavi. Hajde. Pse u mërzite? U mërzit, hasi I shkrova I shka kure, po ashtë kështu dek. Shumë morbid jo mbo. Avni mos mendo për gjërat të këqija, të lutem, vetëm për gjërat e doktora. Didi, për ndryshe jemi të Gjeri në emision 21, edhe kjo ke ideja e Gjerit, miq vetmit ja u që I ka një porosi, jemi interfon. Përshëndetje, djelza! Përshëndetje, dashur, edhe ti pas ke sot një ditë shumë të bukur, sepse jemi një person shumë të mirë. O, e di, unë nuk knaqa me te. Unë knaqem zotit, kështu që po ta jap sot ty këtë kënaqësi, edhe ma kthe prapë. Të falemderit shumë, falemderit. Didi, ciao! Hajde sukses. Hajde, zemër. Pas kam maltretu vërtet avni sot, më fal. Ciao, Djelza, ciao. Falemderit shumë, falemderit. Sa e mirë. Ka disa kritere në servisin publik, edhe unë I urej ato mbledhjet, I urej ato ardhjet e orës 8, edhe unë I kam bashkëpunëtorët shumë të mirë, janë shumë profesionist, edhe ne lëm një takim kafe dikun, pim, qka bojmë sot, nesër, kë e kemi, qka e kemi, edhe ne dalim bukur. Edhe unë ju thamë shefave të mëdhej, mu m'intereson programi. Nuk mundet djelza mu të vjen ora 8 mëngjes punë, kur ajo nesër, pas nesër është 25 vjetori I Filharmonisë Kosovës, edhe ajo në ora 8 ko me shku në Filharmoni Shkupit. Njerëzit që nuk merren me art nuk I kuptojnë, janë mësua ato standardet informativja. Prej 9 deri në 5. Pa. E unë jom ai shef që bëj luft për këta, kom probleme edhe me drejtorat edhe me krejtën të punë, përgjigjem për programin. Ku e bëj, si e bëj, është problemi im. Edhe gazetaria është jashtë, gazetaria s'është brenda, e kanë bërë 8 orë pa tjetër, okej që porim na 8 orë në punë dhe s'bëjmë kur gjo. Unë nuk e respektoj atë rregullin, na ndoshta I bëjmë edhe ka 12. Mirë, po gazetaria është jashtë, frymëzimi është tavolinë, është në bifene e Filharmonisë, të teatrit, aty takon njerëzit, personalitetet, krejt. E këta më duan mu shumë, po edhe unë I du këta shumë se nuk më trajtojnë. Kur bëjmë një dallaver e bëjmë bashkë, a e reprizojmë këtë emision këtë javë, po e bëjmë bashkë, për ndryshe s'ka. Shumë bukur që merreni vesh. Okej, e kemi edhe pyetjen e fundit dhe ta shohim Beni çka ka shkretu tash. Ja, e Beni ke I mirë dejt e 4-ta, po që aty pak. Te kafshët pak. Te kafshët pak se kisha mendu kur. Po ta kishin vargjet e teksteve që ke krijuar ti një jetë nate. Çka do të ponin ato kur ti do t'ishe në gjumë? Do të më zavendësonin mu. Po të kishin? Po të kishin vargjet e teksteve që ke krijuar ti një jetë nate. Çka do të bënin ato derisa ti e në gjumë? Ato do të më zavendëso kishin pi, kishin tranu, kishin me ide saba, kishin shku zhak të shpia, kishin bo qejp, edhe nesër mu më kishin kallzu pëse serë dhe më resjena knoqë. Kjo e bukur, kjo e bukur. Fort, pyetje e bukur. Edhe miq të nderuar, këtu përfunduam ne praktikisht me pyetjet tona për Avniun, por e kemi edhe një detyrë për Avniun, është një fletore aty. Avni merre, ta hap. Në majë gjuhës. Në majë të gjuhës, pra. Unë mendoj që sot këtë majë gjuhës I kemi pas. Krejt I kena pas në majë gjuhës. Këtu do të shkruash, Avni, në këtë pjesë, do të shkruash diçka për emisionin ton, si u ndjeve, si e sheti emisionin ton. Jam I kufizuar apo nuk je I kufizuar fare, mund të shkruash, mos shkruaj referat, po shkruaj një pasus, 2 pasuse, për shkak se kjo pastaj në fund të vitit do të dalin të gjitha në rrjete sociale. E kemi mendu që të jetë si një tregim, por nuk po del tregim se të gjithë duan të krejt po kanë qef me më lifdu. Zdi pse, lifdom edhe ti pak se shumë kom qef.
Përndryshe miq të nderuar, në këto çaste, derisa Avniu po e shkruan atë, unë do të doja t'ju them se në fushë Kosove keni një dyqan fantastik për mjete shtëpiake. Mund të shkoni të bleni tek Si Vegeta, i keni çmimet shumë të arsyeshme dhe gjeni çdo gjë për kuzhinë, gjeni çdo gjë për shtëpi, bile edhe për kopshte. Bleni që tash në vjesht me çmime më të ulta që t'i keni në pranverë dhe i qitni dhe i thuni, po liri kom ble, po të bukra i kom. E keni kopshtin hazër në prill ose në maj, kur del koha e mirë. E të mos them që keni edhe gjëra shumë të bukura dhe praktike për kuzhinë. Majnin mend Si Vegeta në fushë Kosovë. Avni e përfundove. Çka ke shkru? Në majë gjuhës. Inspirim për mua. Pozitivitet. Për krahje. Fjalë të ëmbla. Miqësi e sinqertë. Gjeri origjinale, pa komplekse, është vetja. Ajo sjell personazhe që përmes humorit të saj shpalon të gjitha të arriturat e tyre. Gjeri nuk do t'ishte Gjeri nëse nuk do t'ishte kjo që e shohim në ekran. Jam krenar me ty, me plot dashuri, Avni Gjahili. No, të falemderit shumë, shumë të falemderit. Ku që kom qetë kur më livdojnë qishtu, shumë kom qetë. Të falemderit shumë për këto fjalë, po e ke banë në mënyrë aq poetike ke qenë punctual, që thojnë Amerikanët, falemderit shumë. Unë do të dëshiroja tani vetëm edhe një pyetje t'ja shtroj Avniut, vetëm edhe një pyetje. Vetëm sonte, vetëm sonte, Nina. Okej, pyetja e fundit për ty, Avni. A e dim se të kemi në Majët Gjuhës? Për me prezantu edhe një nga krijuesit shqiptar. Ka shumë krijues shqiptar. Po tash, do ishte një emision, me që kemi shumë, do ta presim radhën kujt kur do t'i vjen. Të kemi të veçantë, Avni. Pse të kemi ftuar në Majët të Gjuhës? Pse të kemi në Majët të Gjuhës? E lash pa tekst. Ta lë pa tekst njeriun që shkruan tekste me mas të madhe që i ka fantastike. Ja pse e kemi në Majët të Gjuhës. Aha, ke bukur. Shumë e bukur. Kemi në Majët të Gjuhës se je yll. Dhe kjo shkon tek zyra jote apo tek dhoma jote, është dhuratë për ty. Unë shpresoj që pas zgjedhjeve që kemi këtu edhe atje, do të mbrohem me një institucion të artit në nivel republikan. Shpresoj. Dhe kjo do t'jetë gjë e parë që do i varri atje. Gjeri, tash, kjo është befasi edhe shumë e këndshme, shumë e lezetshme për mua. Edhe pastaj më thuj që më lëvdove pse isha te ti, po je meritore zemra jeme. Pak jo në ato fjalë që shkuta për ty. Jo, zemër dëgjo. Ti atë titull e meriton komplet. Ke bashkëpunuar me gjitha ata këngëtar. Je yll televizioni, je yll në këngët që i krijon. Do të thot, je një artist komplet dhe të falemnderit shumë për kohën që na e ke dhënë. Të falemnderit që gjithmonë i thua po radio televizionit 21 e natyrisht edhe mu. Ne jemi dosta të mirë, fillimisht mund t'ju them që shahemi në telefon, por çdo herë forcat i bashkojmë bashkë, për të mirë e për të keq. Gjithmonë, edhe më vjen mirë që e kam një mik të tillë siç është Avni Gjahili. Faleminderit shumë që je. Gjeri, u kënaqa me ty, falemderit shumë që mendoni për mu dhe s'u më haroni. Shumë falemderit. Falemderit.
Ndërsa miq të nderuar, me që të ftyrën hana 15, keni mu pa javën që vjen, ndërsa këtë hanën 15 këndej mund të ndiqni në radio televizionin e Maqedonisë, por shikoni TV21 në Maqedoni, leni RTV Maqedoninë.